Kolegu im i dashur, jam tepër i krenar që jam sot musafir të njëri prej gazetarëve më të mirë në shtetin jonë. Por në anën e dytë jam tepër i zhgënjur, sepse ai ballafaqohet me do sulmet në për rrjetet internete edhe në për do studio në shtetin jonë, kur gazetarët ashtu quajtur i pavarur edhe analistat cilat janë hemoroidët, e do partijat politike, edhe e do i grupat interese në shtetin e Kosovë, janë të sulmu një gazetar cili në fillim e dokumentarit vet e ka informu shikuesin e vet që kjo është veç një pjesë e medalës. Qose ata janë aq të imat, duhet me apliku dhe duhet me shku atje ku bota civilizuese në shekullin 21 nuk lejohet inqezimet. Ajde në fund, ju lutemi ndërruari. Kjo është televizioni e gazetarve edhe gazetari juaj e ka drejt me shpall këtë mendimin e vetë. Që do me thonë, sa herë ata gazetarë që sulmon atë autorin e këtë dokumentarin, janë konë edhe e kanë raportu gaveriu e vendit për 20 vitat e fundit. Ai i sulmuari zotri Kushtrim Sadiku, mbeq me Branislavin ke 11 herë, veç 1 kilometër nga plumbat e Banjskës. Edhe ai Kushtrim Sadiku ke në qindrat vizita në veriu e vendit edhe kur nuk kemi instalu, nuk kemi ndërtu institucionat edhe kur nuk kemi pas policë të shtetit e Kosovës me nacionalitet shqiptar. Që do me thënë policë e regjimit e zotri Kurtit. Edhe tash ata janë i lirë me ku është solidariteti me dis gazetarve. A e kanë ngrit zërin ata njerëz, kur ambasadori e Palestinës në Beograd, në deklaratën e vetë e ka kallëzu që Kosova është pjesë e Serbisë. A e kanë ngri zonin kur delegacioni e Palestinës e ka qu dorën kundër atërsisë së shtetit e Kosovës në UNESCO. Ajde kthehemi në Kosovë, a e kanë ngri zonin kur institucionat jonë zyrtarisht e kam bështes Izraelit, edhe kryetarja jonë, edhe kryeministri ynë. Edhe në fund, a e kanë ngri zonin kur në për shkollat e kanë marrë vendim për vajzat jonë muslimane, jo me shku me haxhibat. Me shamia. Me shamiat. Që do me thonë, ku jemi ne si gazetarë? Ku është solidariteti mes gazetarëve? Flasin që e kemi qindrat edhe mijat mediat, që e kemi pluralizmin në për mediat, sa storjen e kam bo ata për interesat e komunitet serbe brenda e shtetit e Kosovës. Kjo televizion e ka stempe dhe vullës për disa emisionat edhe për komunitetat minatore, që do me thonë në Kosovë edhe ka një analist që është nga komunitet serb. Nga komunitetet minore e ke fjallë. Edhe njëherë jam krenar që jam musafir juaj. Faleminderit. Faleminderit, Kërstish, kjo për mua ishte nuk desha ta vendos në spikam për arsye se dua ta kapërcej ta. Asume se kam përgatit nga krye kam kallëzu ato që kam brenda e vetit. Ku është trupi e gazetarve në Prishtinë? Është një situatë që është duke vijuar në tutje, por qëllimi im është natyrisht ta kemi atë mirë komunikimin me opinionin publik, me respekt për secilin, me respektin më të madh, sidomos ndaj viktimave, të cilës do qofshin palë, për arsye se kjo është dhimbje që unë kam në vazhdimsi. Nga palestinezët tek izraelitët, nga izraelitët tek palestinezët, tek secila viktim, tek të rinjt, të rejat, fëmijët, më të moshuarit edhe shumë kush tjetër, edhe natyrisht kjo është qëndrimi im krahas profesionit, është qëndrimi im njerëzor, të cilin e kam vendosur dhe të drejtën bane nuk isha në përgatitje e sipër të një reagimi të tillë, dhe natyrisht që do dua të ndalem padyshim tek tema, pa dashur të krijoj keqkuptime të tjera, edhe pa dashur të ju vendos juve në një situatë problematike kur ju mund të linçoheni siç ka ndodhur me mua gjatë këtyre ditëve. Unë i dëshiroj mirëseardhje